Elena Biberi është përfaqësuesja e klubit Tirana në basketbol për femra që është pjesë e ekipit kombëtar U16 që po përgatitet në Shkodër. Elena, mirë se erdhe në Shkodër. Mirë se u gjeta. E kënaqur që ky grumullim po zhvillohet në Shkodër? Shumë e kënaqur. Si po ndjeni veten? Shumë mirë, shumë mirë. Ju keni ardhur edhe herë të tjera në Shkodër duke u ballafaqsuar me Vllaznin si pjesë e ekipit parë të Tiranës, por është me disi ndryshe. Po, e vërtet. Si po shkojnë përgatitjet? Shumë mirë, në fakt ne kemi ekip shumë mirë, edhe shpresojmë që dalim sa më mirë në kampionat. Kur do të zhvillohen ndeshjet zyrtare dhe ku për ekipin kombëtar U16? Ndeshjet zyrtare janë me datë 7 deri 12 korrik në Maltë. Jeni njohur me kundërshtarët me grupin tuaj? Paka shumë, po nga që lojtarët janë ndruar brezet, s'jemi njohur komplet, po ca. Si shikoni veten, do të jeni me pretendim, jeni optimist për... Po, ashtu mendojmë dhe ne, po, inshallah. E veçanta e basketbollistes së Tiranës dhe ekipit kombëtar U16 është se Elena Biberi është vetëm 13 vjeçe dhe do të përfaqësojë Shqipërinë për kategorinë U16 dhe madje është edhe kapitene e skuadrës. Me vërtet një progres shumë i madh nga ana juaj, vetëm 13 vjeçe titullare tek Tirana, tek ekipi i parë, por edhe tek kombëtarja. Po. Me kënaqur që keni arritur gjithë këto suksesin në këtë moshë të re? Është shumë e kënaqur. Si është bashkëpunimi tek Tirana? Bashkëpunimi normal është shumë mirë dhe është goxha ekip i mirë. Ndërkohë në ekipin kombëtar, raporti me trajnerët, me kolegët në këto ditë në Shkodër? Raporti është normal shumë mirë, sepse ne jemi ekip, edhe trajnerët shumë mirë. Duke qenë se e theksuam edhe më herët vetëm 13 vjeçe dhe do të luani për kombëtarën U16, me çfarë shikohet perspektiva Elena Biberi do të jetë e jashtëzakonshme në këtë sport. Deri ku mund mrej karriera e juaj? Besoj se nëse më nejtë sa më lartë, do vazhdoj normal, po me që jemi këtu. Dhe patjetër edhe për të rritur në kombëtarët me mosha më të larta deri tek skuadra e parë. Po. Sa ndikim ka familja juaj në formimin tuaj si sportiste? Familja ime ka goxha ndikim sepse ato më mbështesin çdo lojë dhe çdo ndeshje. Kush janë me tifos nga familja tek prindërit? Më shumë mami dhe babi, po mami më shumë. Si quhet mami? Eranda Biberi. Ne përshëndesim drejt për drejt në këtë intervistë dhe shpresojmë të jetë krenare, dhe janë krenare patjetër për ju, edhe mami dhe babi, dhe shpresojmë që edhe me vonë do të jemi sërish me intervistat të tjera me sukseset tuaja. Faleminderit dhe sukses.